Mbrëma dhe mirë se keni ardhur në Okult Podcast. Unë jam Kedi Preza dhe kjo është rubrika Mendon ndryshe. Mund të na gjeni 4 herë në javë në kanalin zyrtar Okult në YouTube. Para se të mund të fillojmë për sot, desha të bëj një falënderim për sponsorat që e bëjnë të mundur emisionin ton, në veçanti Winlay Thiza, që është uji më i mirë në trojet shqiptare. Bashkë me këto kanaçet, ju sugjeroj shumë t'i provoni, janë shumë freskuese, shumë sidomos për tani që është shumë vap. Lej Thiza, faleminderit që na mbështesni. Desha të falenderoj gjithashtu kompaninë e siguracioneve Alpsig, të cilët janë mbi 20 vite përvojë në treg, të fokusuar në ofrimin e zgjidhjeve të besueshme për individ dhe biznese, çfarë do që t'jeni. Alpsig ofron siguri të plotë dhe mbrojtje financiare në çdo fazë të jetës. Faleminderit që na mbështesni. Falenderoj gjithashtu Bioenergy 77, Spiritual and Energy Healing, zgjedh produktet që mbështesin mirëqenien tënde natyrale. Mund ta gjeni te kodra e diellit, rezervoni seancat me Bioenergy në WhatsApp tek numri 069 333 7749. Faleminderit që na mbështesni. Për sot do flasim për revolucionin. Diçka që mase nuk po e vini re, është një revolucion që pritet dhe hapat e parë po shifen për gjithë trojet europiane, ose të paktën le të themi në 50 deri në 60% të Europës. Ka filluar që tani, mase nuk kemi sy me pa akoma, sepse jemi të fokusuar te sektori ose pjesa e revolucionit që po ndodh në shtetin ton. Ka mbi një muaj tashmë që bëhet një protestë që është jo partijake, që nuk është e zakont të ndodhi, sidomos në shtetin ton, po ka ndodhur në shtete tjera. Unë sot desha t'ju përmend disa raste dhe gjithashtu do t'ju bëj një profeci që ju vjen nga unë sot, që çfarë pritet të ndodhi, ku është drejtimi, ku po shkon kjo gjë dhe sa është e mundur që të vazhdojmë në drejtim. Për të përmend shtetet europiane, të cilët 6 muaj të fundit, ju kam mbledhur disa informacione që janë vetëm për 6 muaj të fundit. Mund të zgjatemi më tepër nëse kalojmë përtej periudhës 6 muajore. Në Shqipëri ka pas 10 mijëra protestues, kanë arrit deri në 100 mijëra, që janë për arsye kundër ndërtimeve në Sazan dhe Zvërnec, akuza për korrupsion qeveritar, mbrojtja e zonave të mbrojtura dhe transparenca e qeverisë. Kështu që në Klapa mund ta vendosim si korrupsion dhe njerëzit janë kundër shtetit. Në Klapa domethënë arsyeja kryesore me fjalë të thjeshta, sepse do shihni ndryshime në shtete të tjera që përmendin, por në Klapa është e njëjta gjë. Në Serbi, për të kaluar te shtet tjetër, ka mbi një vit që bëhen protesta, po bëhet një vit e gjys tashmë. Ka 10 mijëra protestues, e njëjta situatë ka kaluar edhe në 100 mijëra. Arsyeja është janë kundër qeverisë, korrupsionit, kërkesa për zgjedhje të parakohshme, drejtësi dhe liri të mediave që janë të kapura. Por janë në të njëjtën situatë si ne, thjesht me fjalë të tjera. Në Klapa duhet prapë të themi korrupsion dhe janë kundër shtetit që i drejton. Në Franca është ikona e protestave. Do doje shumë që gjithë shtetet europiane, sidomos domethënë të flasim për veten tonë, të protestojnë njësoj si Franca. Ka pas protesta me muaj të tërë, 10 mijëra këto 6 muaj të fundit. 10 mijëra protestues, arsye janë pensionet e ulta, pagat e ulta, të drejtat e punëtorëve që i mohohen dhe protesta e fermerëve, që ishte më ikona. Për gjithë ju që mendoni se veza te protesta jonë është e dhunë, mund të shikoni çka ka ndodhur, le të themi 6 muaj më parë në Francë, ku fermerët shkuan me traktorët e tyre dhe me autokombajna, domethënë me makina ferme për prodhim fermer. Shkuan në qytet, në mes të Parisit, sepse nuk po i plotësoshin të drejtat e fermerëve dhe aty te pjesa e traktorit që përdorin me mbush me ujë dhe me spërkat të korrat, ata e mbushin me ujë, me balt dhe me bajg. Dhe këtë ja hodhën policëve, baltën dhe bajgën, sepse nuk ishte pasojë, nuk ishte arrestime. Kjo gjë u bën nga njerëz fermer me fytyrë, me emër mbi emër të vet, domethënë as nuk ja hangri fare, sepse nuk është e palishme, nuk është dhunë. Bajga në këtë rast ose veza, për ju që mendoni se është dhunë dhe për parlamentin që justifikon si dhunë. Nuk është dhunë, është thjesht diçka që të bën pis, është diçka simbolike. Në Francë kjo ndodhi, e shikon dhe ju sugjeroj shumë ta shihni, nëse ju duket dhunë çka ka ndodhur këtu. Për të kaluar te shtet tjetër, prap 6 muaj të fundit. Në Gjermani ka pas 10 mijëra protestues në protesta të ndryshme, por arsyeja kryesore është politika e migracionit. Njerëzit duan deportimin e emigrantëve, sidomos atyre që janë të palishëm. Njerëz që nuk i përshtaten shtetit tyre, që shkojnë në një shtet tjetër si emigrant dhe duan të vendosin rregullat e veta aty, në vend që të përshtaten me rregullat e shtetit ku ke shku. Kjo është ajo që duhet bë, kjo është ajo që bëjnë shqiptarët. Jemi patriot, na pëlqen të varim balkonin ton, flamurin e kuq. Edhe zi, domethënë flamurin ton, por që nëse shkon në Gjermani, nuk mund të drejtosh gishtin gjermanit, edhe ti thosh për shtatun tim, me kulturën time, edhe me fen time, edhe me gjuhën time, edhe vish veshjet e mia tradicionale.
Kjo është ajo që bëjnë emigrantë të tjerë për të mos qenë racist, domethënë dhe më në fund Gjermania është ngrit. Kjo është arsye kryesore pse protestojnë. Edhe në rastin e Francës, edhe në rastin e Gjermanisë, prapë në klapa duhet vendosim korrupsion dhe janë kundër shtetit, sepse protesta këtu dhe në Serbi është literalisht kundër shtetit, ka korrupsion, ka media të kapur, domethënë, por në Gjermani dhe në Francë është për arsye të tjera, kanë paga të ulta dhe nuk janë dakord me emigrantët që ka fut shteti brenda. Këto duken si të ndryshme. Po a janë të ndryshme? Thelbi është që ka korrupsion dhe nuk i kanë besim shtetit tyre. Shteti i tyre nuk i ndihmon. Kështu që mund të quajmë protesta të ndryshme? Apo janë thjesht njerëzit të pakënaqur me shtetin ku jetojnë? A mund t'i quajmë të njëjta? Në Spanjë, për të kaluar te shtet tjetër, ka pas 10 mijëra protestues. Arsyeja është kriza e banesave, qerat shumë të larta, protesta e fermerëve, që ishte shumë e ngjashme me atë të Francës, plus emigracion dhe kërkojnë deportimin e emigrantëve të palishëm, sidomos. Kështu që në klapa prapë korrupsioni dhe janë kundër shtetit ku jetojnë. Në Portugali ka pas mijëra protestues, mos gaboj nuk kanë shumë, kanë nis pas nesh, domethënë kanë më pak se një muaj që kanë nis. Njësoj dhe në Itali. Arsyeja në Portugali është greva për paga të ulta, kosto jetese shumë të papërballueshme dhe kushte pune të këqija, plus emigracioni dhe kërkojnë deportimin e emigrantëve të palishëm. Kështu që në klapa korrupsion dhe janë kundër shtetit. Në Itali ka pas 10 mijëra, edhe këta kanë nis pas nesh. Mund të themi se morën shembullin ton. Arsyeja është greva në transport. Shëndetësi dhe sektor publik, që supozohet të jenë të përballueshëm ose mundësisht falas dhe nuk janë, paga dhe kosto jetese shumë të ulta. Domethënë paga të ulta dhe kosto jetese të larta, plus emigracioni dhe nuk janë dakord me emigrantët e palishëm, duan deportim. Kështu që prapë në klapa duhet vendosim korrupsion dhe janë kundër shtetit. Janë e njëjta protestë. Kjo është ajo që po mundoj me ju thonë, domethënë janë për arsye të ndryshme, për sektor të ndryshëm të korrupsionit, por janë kundër shtetit që i drejton. Në Greqi ka pas gjithashtu protesta. Flasim vetëm për 6 muajt e fundit, gjithë këto. Ka pas 10 mijëra protestues. Arsyeja protesta të fermerëve për subvencionet dhe kostot e larta të materialeve që përdorin. Kështu që prapë mund vendosim korrupsion dhe janë kundër politikave të shtetit vet ku jetojmë. Në Belgjik ka pas mijëra protestues, arsyeja protesta të fermerëve dhe sindikatave kundër reformave dhe politikave ekonomike. Kështu që prapë duhet vendosim korrupsion dhe janë kundër shtetit tyre. Në Holland ka pas mijëra protestues. Arsyeja janë prapë fermerët, politikat mjedisore dhe emigracioni dhe kërkojnë deportimin e emigrantëve të palishëm. Kështu që prapë korrupsioni dhe janë kundër politikave të shtetit tyre. Irlanda ka pas 10 mijëra protestues dhe është një nga rastet më ekstreme, nëse keni pa çunat e Belfastit, nga të cilët duhet mësojmë gjithë bota, sipas mendimit tim. Arsyeja ka qenë rritja e çmimeve të karburantit në mënyrë të pakontrollueshme dhe kostoja e jetesës është bërë papërballueshme. Protesta që bllokon rrugë dhe depo karburanti, protesta që plus janë domethënë kundër emigracionit dhe duan deportimin e emigrantëve të palishëm. Qeveria nuk i pranoi, domethënë ta bënin këtë gjë, megjithëse kishin muaj që e kërkonin këtë gjë përmes opozitës dhe përmes protestave jo partijake. Gjithë këto raste ka pas protesta jo partijake, njësoj siç ka ndodhur në Shqipëri. Është diçka e pazakontë, po që po e shohim këtë 6 muajt e fundit, një vitin e fundit. Kështu që këto çunat e Belfastit në thonjza e morën situatën në dorë të vet, përderisa shteti nuk po i ndihmon dhe kriminaliteti i emigrantëve vetëm po rritet, këto vendosën maskat, lidhen besën, në thonjza me njëri tjetrin dhe shkuan e zgjidhen vetë atë situatë, shkuan dhe dogjën vendet ku jetojnë emigrantët e palishëm. Kjo ishte rasti më ekstrem që kemi pa kohët e fundit në Europë. Kështu që prapë duhet vendosim korrupsionin si arsye parësore, janë kundër shtetit të tyre. O shtet bëje këtë gjën? Jo. Kjo është arsye kryesore. Në Rumani pothuajse mbarum, nëse u trashët. Thjesht do t'ju jap shumë raste për t'ju treguar që nuk kemi ne të vetmit. Është diçka që po ndodh, është një revolucion, një frymë e re që po ndodh nëpër gjithë Europën. Në Rumani ka pas mijëra. Arsyeja janë paga të ulta, pensione të ulta, shkurtime buxhetore dhe reforma në sektorin publik. Kështu që prapë duhet vendosim korrupsion dhe janë kundër shtetit tyre. Në Hungari ka pas 10 mijëra. Arsyeja janë mobilizim politik pas zgjedhjeve parlamentare dhe protesta kundër qeverisë vet. Kështu që prapë duhet vendosim korrupsion dhe janë kundër shtetit tyre. Në Slovaki ka pas 10 mijëra protestues. Arsyeja kërkojnë ndërheqjen e qeverisë, orientim pro BE dhe kundër korrupsionit. Kështu që në klapa, e njëjta gjë, domethënë sapo ju a thash. Në Poloni ka pas gjithashtu mijëra, ky është rasti i fundit, që mund të gjeja, prap 6 muaj të fundit. Në Poloni arsyeja ishte protesta e fermerëve, kryesisht kundër marrëveshjeve tregtare dhe politikave bujqësore të Bashkimit Evropian. Kështu që prap është korrupsion dhe njerëzit nuk janë dakord me atë që i thot shteti i tyre.
Lista vazhdon, siç u thash shumë më tepër, nëse zgjerojmë më tepër se 6 muaj, 6 muajt e fundit. Gjithë këto që ju përmenda, që kam 10 minuta tu ja thon, kanë ndodhur vetëm 6 muajt e fundit. Ka pas shumë nga këto që kanë qenë jo qeveritare. Opozita e shtetit ka tentu të futet, njësoj si këtu, dhe për të marrë protestën në dorë, dhe për të marrë benefite nga protesta, por populli nuk e ka leju, sepse janë kundër tyre gjithashtu. Ajo që du t'ju them është se pritet diçka e madhe të ndodhi. Europa po zgjohet, po kuptohet që kanë një armik të përbashkët, që është vetë shteti i tyre. Vetë Bashkimi Evropian, vetë NATO, vetë kryetari i Parlamentit Evropian, është vetë armiku, politikat që po ndiqen kundër nesh. Po kuptohet më shumë se kur që nuk ka të majt dhe të djath. Njësoj si në Shqipëri që kemi 2 anë kryesore, që janë njëra e madhe dhe njëra e djath, dhe kjo është një iluzion total, sepse mjafton dikush tjetër, le të themi Daddy Rothschildi, që kanë kontroll në shtetin ton dhe në çdo shtet evropian, edhe të majtën edhe të djathën, nuk ju a le vendosjen, do të thonë vendimin në dorë ju, se kë duhet zgjidhni këtë mandat të majtën apo të djathën. Ai person i merr të dy anët, dhe të majtën dhe të djathën, dhe kohët e fundit, për shembull, me marrë rast, i ka vendosur të dy anët shumë më tepër në të majtë. Kështu që e majta është bë e majtë ekstreme, dhe e djatha është bë e majtë normale. Dhe tashi ju jeni të lejuar çdo 4 vjet të shkoni në zgjedhje edhe të zgjidhni mes të majtës dhe të majtës tjetër. Është iluzioni i zgjedhjes. Kjo po kuptohet më shumë se kurrë. Më shumë se kurrë në përgjithë Europën, në le të themi kontinentin më IQ më të lartë. Mos themi gjëra raciste. Kjo po kuptohet më shumë se kurrë, domethënë që ka vetëm një plan, që është i Daddy Rothschildit, i cili kontrollon 2 anët e çdo shteti, sidomos politikat ndërkombëtare si Parlamenti Evropian dhe Ursula von der Leyen, si e ka ajo. Është shumë njeri i mirë. Janë kundër saj, janë kundër protestuesit në mas, janë kundër të majtës dhe të djathës të çdo shtetit vet, domethënë, dhe dallohet më shumë se kurrë që ka vetëm një plan, që është kundër Europës, kundër europianëve, dhe plani quhet shpopullimi. Ka shumë sektor të ndryshëm, nën sektor me të cilët po zbatohet plani i shpopullimit. Si për shembull, njerëzit europian po të bardhë në klapa. Njerëzit europian po shtyhen përmes narrativave të ndryshme që të mos bëjnë fëmijë, sepse është inflacioni vetë, domethënë, i shtyn njerëzit mos bëjnë fëmijë, sepse martohen më vonë, sepse nuk kanë lek. Kaq e thjeshtë është, dhe fëmijën e parë bëjnë më vonë. Kështu që në rrjedhimisht, domethënë, bëjnë më pak fëmijë, on average, shumë më pak krahasu me emigrantët që kanë ardhur aty. Pritet një zëvendësim. Kështu që e ka emrin shpopullim. Gjithçka, domethënë, përfshi dhe narrativat, le të themi feministe ose LGBT. Gjithë këto rezultojnë, mund të jenë të drejta. Dakor, të gjithë njerëzit kanë të drejtat e tyre. Por këto shtyn që njerëzit bëjnë më pak fëmijë, gjë që shkakton shpopullim. Plus pastaj modernizimi, domethënë bërja normale e faktit që nuk kemi nevojë të bëjmë fëmijë, mase unë zgjedh të bëj lek me jetën time dhe zgjedh të bëj pushime, ta kem body countin 732.000. Kjo është, domethënë, harrohet fare faktori që për çfarë jeton, nëse nuk ke fëmijë, nëse nuk ke pasardhës për t'ia lënë gjithë punën e jetës tate, atëherë për çfarë punove gjithë jetën tate. Kjo pjesë injorohet dhe shtyhet vetëm narrativa tjetër. Gjithë këto janë taktika shpopullimi. Ka vetëm një plan, është vetëm një person që ka thënë vetëm një urdhër, që quhet shpopullimi, dhe këtë po e zbatojnë me 10-30 mënyra të ndryshme. Gjë që duket sikur janë të ndryshme, janë vetëm një. Kjo po kuptohet më shumë se kurrë në përgjithë Europën. Lufta po bëhet ndaj popullit evropian, përmes vetë qeverisë vet, që supozohet të jetë me ta dhe për ta, dhe të votuar nga ta. Po kuptohet më shumë se kurrë. Nuk po ndodh vetëm këtu, nuk jeni vetëm, gjëja e parë. Shpresoj t'ju motivoj ky emision. Revolucioni po vjen dhe pritet të vijë së shpejti dhe do godasi si treni. Ky revolucion do jetë shumë i fuqishëm dhe do godasi si çgodet treni, me shumë furi. Kjo është diçka që vjen çdo 100 vjet. Herën e fundit ka ndodhur 1933-shin, përmes e dini vetë jo kujt. Besoj e njihni se masën ne hapim problemin nëse e përmendim. Ishte revolucioni i 1933-shit, erdhi përmes atij çunit keq që kishte gazin sarin dhe gazin mustard para se ta kishte gjithë bota, dhe totalisht mund të kishte shfaros ushtarët e gjithë tjerëve, por vendosi mos t'i përdori, gjë që mund ta kërkoni. Mos t'i përdori sepse këto gaz janë jo human. Janë kundër njerëzimit. Zoti do na gjykojë të gjithëve, mund të shkoni ta kërkoni. Ky është ai çuni i keq. Ky është njeriu që kishte më shumë burgosur lufte se të gjithë të tjerët, domethënë, sepse të burgosurit e luftës, domethënë që këtë personin e burgose nga armikun ton dhe nuk e vrave.
Kështu që tregon që është rob I mirë, sipas mendimit tim, nëse ke shumë më tepër të burgosur luftës së tjerët. Ky ishte çuni I keq. Ai çuni I keq që drejtoi revolucionin që ishte racist, megjithëse kishte pleq dhe fëmijë, edhe muslimanë edhe të krishterë, edhe vetë hebrej në ushtrinë e tij. Kishte edhe të bardhë dhe njerëz me ngjyrë. Kishte edhe europian, edhe afrikan, edhe aziatik. Nëse, ky ishte ai çuni racist, domethënë që gjithë e njohim për 100 vitet e fundit si çuni I keq, dhe tani më në fund po zgjohet gjithë bota dhe po e kupton. Kjo ndodhi 1933-shin, herën e fundit. Tani po e kuptojmë, siç tham, pas 100 vitesh, domethënë që kemi luftuar anën e gabuar. 100 vite kalojnë dhe e kuptojmë këtë gjë. Dhe ham veten, edhe mezi presim që të ndodhi prap. Po e kam gabim, ka sa do pak nga ju, sidomos të rit, që vuajnë më shumë nga të gjithë dhe janë më të burgosur dhe më dur lidhur nga të gjithë pjesë e shoqërisë tonë, ndjeni të tillë apo po flas vetëm për vete? Besoj se e kuptoni. Ne mezi presim të vijë ajo ditë prap. Kështu që kjo është diçka që përsëritet çdo 100 vite, ciklet e jetës. Mund të shkoni ta shihni, ka ndodhur dhe në 1800 e diçka. I thjesht jo fiks 1833-shin. Kjo supozohet të ndodhi në 2033-shin prap. Dhe pse 2033-shin? Pse quhet gjenerata Z? Domethënë gjenerata jon, gjenerata Z. Dhe fëmijët tanë, një gjenerat më vonë, supozohet të quhen gjenerata Alfa. Kush nga ju mori pjesë në vendimin se si duhet I quajmë gjeneratat? Janë quajt nga dikush, atje lart. Ai ka vendosur se si t'i quajmë. Kështu që si ka mundësi ose si e shpjegoni që vendosi të kaloj nga fundi I alfabetit, që është gjenerata Z, te alfa, e cila është I am the alpha and the omega, është fillimi edhe herë nga fillimi. Pse? Sepse pritet një reset dhe të fillojë gjithçka nga fillimi. Dhe kur them gjithçka, gjithçka, ju duket rastësi kjo gjë? Gjenerata alfa është ajo që vjen pas nesh. Dhe se keni pa akoma, s'keni pa asnjë gjë akoma, domethënë. Pritet nga epoka e informacionit kjo gjë, pritet brutaliteti, pritet një revolucion që do godasi si treni, siç e thash, sepse epoka e informacionit I ka bërë njerëzit më intuitiv se kurrë. Dhe besoj e vini re këtë gjë, nuk janë më të zgjuar ose më të informuar, janë më intuitiv, që vjen nga diçka që quhet pattern recognition. Dikush të ka tradhu më përpara, edhe ti tani je përgjithmonë me mburoj përpara, me mburoj gati në dorë se mos më tradhojnë prap ose mos më hedhin prap. Kjo quhet pattern recognition. Është arsye pse jemi gjallë, se kemi folë te emisioni I kaluam. Është pjesë e evolucionit, të shohësh patterns, të shohësh ngjashmëri mes dy personave, që të dish çat presësh nga I dyti pasi ke eksperiencuar të parin. Është një nga gjërat më të rëndësishme të trurit, një nga aftësitë më të larta që ka truri. Ne kemi këtë gjë më shumë se kurrë, jemi më intuitiv. Shkaku kryesor është te mbushja me informacion e trurit. Për t'ju dhënë një rast, domethënë lajmet në kohën e babait tënd, që nëse je I ri që po shef këtë video, sidomos nëse ka jetuar në kohën e Enver Hoxhës, lajmet ishin shumë të kufizuar. Informacioni shpërndahej në një mënyrë vertikale, që është shumë mirë për shtetin dhe për Dedi Rothschildin, në një mënyrë vertikale, që domethënë ai vendos çfarë duhet I jepet në lajme, dhe pastaj ja thot pronarëve të mediave dhe pastaj mediat ta thon ty. Ti e ke informacionin që merr shumë të limituar. Në kohën e babait ton, informacionet ose lajmet, ai merrte vesh, domethënë ç'a ndodh në Tiranë, ka ndodhur një aksident, merrte vesh ç'a ka ndodhur në Vlorë, maksimumi merrte vesh ç'a ka ndodhur në Itali, në Serbi, rrotull, nuk merrte vesh që plasi një bombë e madhe në Lebanon, për shkakun, që nuk e mori vesh gjithë bota, ndodhi diku te para 3-4 ditësh, bomba më e madhe në botë. Kjo është një provë që informacioni është shumë I selektuar. Më përpara ka qenë shumë më tepër I selektuar, sidomos në kohën e gazetave. Njerëzit kishin limit se ç'a mund të dinë, gjë që I bën naiv. Ky është, le të themi, mënyra se si është rrit ose si I ka marrë informacionet babai I jot, që mund të jetë 50 vjeç tash. Nëse ti je 25 ose 15 vjeç, ti ke diçka në dorë që quhet telefoni, që ke YouTube-in brenda, ke TikTok-un brenda, ke Instagram-in brenda, dhe të mjafton vetëm le të themi dëshira për të mësuar diçka ose durimi për të parë një video deri në fund që është informative dhe jo thjesht gallat. Nëse shef diçka informative, ti shef që taktika e Diramës sot për të justifikuar diçka, është një taktikë e dobët. Ti e gjykon si të dobët sepse ti e ke pa më përpara, për shkak të pattern recognition. Ti e mban mend një video që e ke pa para një viti, ku Putini u mundu të justifikojë në të njëjtën mënyrë, për të njëjtën gjë. Dhe ti thu, haha, e Dirama po mashtron, sepse dhe Putini mashtroi atëherë. Pattern recognition, për shkak se ti ke pa shumë gjëna, nuk mashtrohesh dot më tani. Babai jot mashtrohet, sepse babai jot nuk ka jetuar në epokën e informacionit, dhe të ketë pattern recognition sektorin e trurit kaq të zhvilluar sa për të mos u mashtruar. Kjo është arsye kryesore pse jemi më intuitiv.
sepse pattern recognition është më lart se kurrë, kështu që intuita është më lart se kurrë, kështu që njerëzit është shumë vështirë të bien prej propagandave. Thjesht duhet presim sa të mbaroj brezi i kaluar. Le të themi minj të komunizmit, për të mos i shoh më tepër. Kjo është diçka që po ndodh. Nuk supozohet të ndodhi që një 15 vjeçar të jetë më intuitiv dhe më i zgjut dhe më i artikulum se një 50 vjeçar. Mund të themi se me evolucionin, necën, kur ti bëhesh 40 vjeç, je më i zgjut se babai jot kur ishte 50 vjeç, sepse epoka e informacionit. Nuk supozohet të jesh 15 vjeç, më i zgjut se babai jot 50 vjeç. Është një anomali për mirë që vjen nga epoka e informacionit dhe do godasi si tren. Kjo është arsye e parë, intuita. Arsye e dytë, njerëzit janë më të ndarë se kurrë. Qofse e keni vure, që është gjëja keqe, po që çdo e keqe ka një të mirë. Shkaku i ndarjeve janë narrativat ndarëse, që i shtyn Daddy Rothschildi nga backgroundi. Ndarëse mes njerëzve me ngjyrë, le të themi, dhe njerëzve të bardhë, femra kundër meshkuj, njerëzit që janë LGBT kundër njerëzve straight, njerëzit musliman kundër njerëzve të krishterë, njerëzit emigrant kundër njerëzve vendali, policët kundër qytetarëve të thjeshtë, pleqt kundër të rinjve, etj. Gjithë këto ndarje shkaktojnë diferencim mes qytetarëve, cilët kanë vetëm një hall të përbashkët, dhe i halli i përbashkët quhet qeveria, të dy anët e qeverisë, që kontrollohen nga Daddy Rothschildi. Ju bëjnë ta harroni këtë gjë. Jemi më të ndarë se kurrë, por le të themi keqësia ose vujtja e tanishme, që është niveli i inflacionit për shkak më lart se kurrë, se çka qenë ndonjëherë, domethënë është 3 deri në 4 herë më i lartë se në krizën botërore 2008-s. Është diçka që s'ka pa bota ndonjëherë. Kjo ku pritet plasi? Do plasi një ditë, mos tani në 2033-shin, domethënë. Njerëzit janë më të ndarë se kurrë, por që mjafton vetëm një spark, një shkëndije vogël, është ajo që do të them unë, për ta kuptuar që të gjithë kemi vetëm një armik. Mezi po e presim këtë bashkimin e madh që vjen mas ndarjes totale. Një grup i vetëm që kontrollon gjithçka dhe na fut në sharr me njëri tjetrin gjatë gjithë kohës dhe gjithmonë investon dhe përfiton nga dyja palët. Mjafton vetëm një shkëndije vogël për të bashkuar të gjithë bashk, siç e shihni në sheshin e protestës në Tiranë, ku shef edhe njerëz musliman dhe njerëz të krishterë, edhe pleqë dhe fëmijë, edhe meshkuj dhe femra, edhe njerëz konservatorë, edhe njerëz LGBT. Nuk mjaftojnë ndarjet që kemi mes njëri tjetrit për të justifikuar faktin që duhet jemi bashkë dhe të luftojmë armikun e përbashkët një herë. Arsye e tretë, njerëzit janë më brutal se kurrë dhe pritet të bëhen vetëm më brutal, sidomos Gen Alpha kur të rriten, do të prisni edhe një 5 vite, domethënë për të pa këtë që po ju them unë tash. Këta duhet ta keni vure të rinia e sotme. E vere unë që jam 27, e vere të dikush që është 17. Nuk sillen si ne. Sillen shumë më brutal. Nuk i aha, me gjuhë popullore, nuk i plas për asnjë gjë. Ta japin, domethënë, ta lejnë kopilin nder, një person shumë i shkurtër dhe shumë i holl dhe shumë inkompetent, të thot fjalën e fundit parën, le të themi, që mos ta banalizojmë. Të thot fjalën e fundit parën, që quhet efektivisht me ta lënë kopilin nder dhe tash vepro ti, nuk i plas. Cila është arsye që janë kaq brutal dhe nuk i plas? Arsyeja është sepse nuk kanë asgjë. Sepse kanë lind në borxh. Dhe nëse një njeri nuk ka asgjë, rrjedhimisht nuk ka asgjë për të humb. Mendojeni pak. Këto njerëz lindin borxh për gabimet e babait vet naiv dhe për asgjë që e zgjodhen vet. Kanë një huri që 15 vjeç, siç u thash, më shumë se babai 50 vjeç, dhe kjo shkakton që të bien në tokë respekti dhe formalitetet dhe rregullat në thonjzat vendosura nga shoqëria. Këto rregulla thjesht bazohen nga besimi total i njerëzve që këto rregulla do vazhdojnë të respektohen. Nga ne varet, nga besimi jon, është një piramidë shumë e madhe, bota, qeveria mbarbotrore që ka krijuar Daddy Rothschildi, është një piramidë gjigante, e cila është ndërtuar me themele për letre. Matet nga besimi i njerëzve, njësoj si Bitcoini, se kemi folur këtë gjë më përpara. Kjo shkakton, domethënë, që besimi të bie, edhe fakti që lindin në borxh dhe nuk kanë asgjë për të humbur, shkakton që të bie respekti për moshën, që duhet ta respektosh patjetër dikë sepse është më i madh se ti. Ka ardhur kohë që ata janë shumë brutal, kjo bie në tokë. Dhe nuk është gjë e keqe, mos e jeni moshë e lartë dhe mendoni se duhet respekt automatik, thjesht për faktin se jeni moshë të lartë. Jo. Nuk të bën më të zgjuar fakti që je më plak se unë, plako. Ajo që bie në tokë gjithashtu, domethënë është gjithë rregullat në total, bie respekti për rregullat e qeverisë, për politikën, për fen, për doktrinat fetare, për rregullat në përgjithësi, për ndjenjat e dikujt tjetër, sidomos. Gjithë brutaliteti, fillimi i ciklit brutalitetit dhe sinqeritetit, brutaliteti bara sinqeriteti, nuk ndalohet më, vetëm bëhet gjithmonë më brutal. Kështu që stay tuned, prisni se do bëhet më bukur.
Propagandat e rregullat qeveritare, domethënë bien fetare, bien thjesht nga informacioni i tepërt që brezat e reja kanë në mendje, thjesht nga informacioni. Në qoftë se një klerik fetar ose një politikan që është shumë i respektuar nga populli vet, në qoftë se ky njerëz nuk mund të kundërshtohej nga njerëzit e fshatit që drejton, qoftë fetar, qoftë politikan, në qoftë se nuk mund të kundërshtohej, pasi asnjë nga burrat e fshatit dhe gratë e fshatit nuk është i zgjut ose e zgjut mjaftueshëm me i dal kundër. Sot jemi në epokën e informacionit, debatet bëhen mes teje dhe dikujt që është në Afrikë ose në Lebanon ose në Australi. Ti shef argumentin ose kundër argumentin ndaj këtij personit klerik fetar ose politikan, e shef që kundër argumentin e këtij e ka dhënë dikush në Kanada 7 vite më parë, e shef për YouTube-it këtë gjë. Rritet totali informacionit dhe logjikimit që ka truri njeriu dhe këto rregulla bien në tokë, sepse jemi të zgjut mjaftueshëm për të kuptuar që janë gabim dhe për të pa për te i tyre. Kjo është një nga arsyet e tjera, domethënë. Gabimet e tyre, gabimet e paraardhësve tonë shkaktojnë që gjenerata e re të lindin bërgj, siç e thash, janë të informuar mjaftueshëm mos t'ia u falin kurrë këto gabime dhe pritet godasi si treni, revolucioni. Shkaktojnë që gjenerata e re të lindin bërgj. Këto karrema kurat nuk do bien më, domethënë gjeneratat e reja, të njëjtat karreme janë qesharake. Për sipas mendimit të gjeneratës time që ju keni ra pre e këtyre karremave dhe le të themi mos e dhon Zoti që të bim dhe ne pjesë e tyre. Kjo është arsye e tretë, më e rëndësishme, brutaliteti. Në momentin që fillon nuk ndalohet më. Njerëzit janë të raskapitur nga e folura formale, sepse nëse le të themi ndërhyrja si ne i shprehim gjërat është ndërhyrje brenda në tru. Njerëzit që lindim duke i pas bërgj, duan më në ndërhyrje dhe brenda në tru tani, që është hapi i fundit, domethënë. Njerëzit që i kemi bërgj jetën tonë që para se të lindim, edhe pse asnjëri nga ne nuk vendosi që duhet lindim këtë planet. Ato duan të na ndërhyjnë edhe në tru, që është gjëja e fundit, është hapi i fundit, është e patolerueshme dhe do e shihni, ju e garantoj këtë gjë, është profecia ime që brenda një gjenerate, sa të rriten dhe pak gjenerata alfa, do të jenë Gen Z me fëmijë, do e kuptoni që do bin tok komplet, nuk do i plasim më kujt për ndjenjat e dikujt tjetër. Nuk do flitet mos si robot, nuk do përdori njerëzit normal në kafe për të respektuar ndjenjat e njëri tjetrit, nuk do përdorin gjuhë qeveritaresh edhe gjuhë lajmesh kur janë kafe me njëri tjetrin. Kjo do bjerë në tokë, pritet brutalitet si kur më parë. Kuptohet më qartë se kur që jemi sklever. Kuptohet që jemi sklever. Kuptohet që nëse i japim do vazhdojnë të na marrin. Kuptohet se njeriu normal nuk pyetet dhe nuk vendos asnjë gjë reale për shkak të epokës së informacionit. Kuptohet se niveli i uljes dhe i talljes me ne nuk do ndaloj kurrë nëse nuk e ndalojmë vetë. Kuptohet se gjithë informacioni që na jepet falas nga do nuk na shërben, sepse nëse do na shërbete, nuk do na jepej kurrë, do bëj i paaksesueshëm dhe dallohet që një pjesë shumë masive e informacionit bëhet i paaksesueshëm. Siç thash, shumica nga ju nuk e dinë që shpërthimi më i madh jo nuklear, mase që ka ndodhur ndonjëherë, sapo ndodhi në Lebanon 3-4 ditë më parë, dhe asnjë lajm botror nuk e dha këtë gjë. Kështu që kuptohet se domethënë gjithë informacioni nuk na shërben, nëse do na shërbete nuk do na jepnin fare. Kuptohet më mirë se kur sa askush nuk do vit na shpëtoj. Kemi vetëm 2 duart tona dhe njeriu që ke majtas ose djathtas teje, sidomos kur jeni atë protest, askush nuk do vit na shpëtoj. Kjo është diçka që kuptohet më tepër se kurrë, nuk mund të mbajmë shpresat e partit, se partiti ka i njëjti person. Janë thjesht dy anë të njëjtës monedh, të njëjtës clipped coin, elite ball knowledge. Thonë se nëse rri shumë kohë në kak, ndalon se marrë erë, por që duhet t'ju a thonë pa tjetër dhe pjesën e dytë, që vjen një moment që ti ftillohesh, edhe e kupton se sa shumë erë mbaka, mos harroni pjesën e dytë. Ne të gjithë jemi në luftë për mbijetesë, më shumë se kurrë. Inflacioni është aleluja. Kjo kupë të dashur miq nuk do mbaj pafund gjak të pafajshëm. Le ta shprehim në këtë mënyrë, nuk do mbaj pafund, do vi ditë që do derdhet në mënyrë të pashmangshme. Nëse vazhdon gjithçka dhe bëhet më e shtrenjtë, do derdhet, sepse nuk ka ku shkon. Gjithçka po bëhet më e shtrenjtë në të gjitha shtetet europiane, që ju përmenda domethënë, dhe të tjera, thjesht ato nuk po protestojnë akoma. Pritet të ndodhi. Marrin shembull nga njëri tjetri. Nëse gjithçka vazhdon dhe bëhet më e shtrenjtë,
Dhe shumica e njerëzve, sidomos në Shqipëri, le të themi dikush 20 vjeç nuk ka plane fare për të blenë në shtëpi ndonjëherë, sepse nuk do e bëj dot ndonjëherë me një punë normale që ka. Kjo shkakton, le të themi, psikoza në vete, psikoza depresive, që nuk supozohet të jenë pjesë e trurit tonë dhe nuk kanë qenë. Për sa kohë shtëpia ishte akoma e bleshme, tani po fillon të bëhet e pa bleshme nga gjithë shtetet evropiane. Prisni të vazhdojë dhe të mbushet kjo gotë, edhe sa të mbushet. Edhe 5 vite tjera, ju e garantoj këtë gjë. Në qoftë se luftrat vazhdojnë dhe bëhen kot, dhe njerëzit vazhdojnë të vdesin kot, kjo kub do derdhet, se nuk do vazhdoj përgjithmonë. Qoftë se vazhdojnë të mundohen me në ndërhyjnë në tru, që është hapi i fundit për t'ju kontrolluar dhe mendjen tuaj dhe emocionet e juaja, kjo kub do derdhet, sepse është hapi i fundit. Nuk mund t'i japësh dhe trurin dhe ndjenjat e juaja këtyre njerëzve. Është diçka që do derdhet së shpejti. Në qoftë se vazhdojnë të mundohen me na hyn tru, domethënë, në qoftë se gjithçka vazhdon të bëhet më keq, pa asnjë gjë që mund të bëjmë, si për shembull zhvillimi kaq i madh i AI-t, që ka nxjerr fytyrën gjithë qeveritë mbar botërore, domethënë, me sa duket AI është e shkruajtur, është në profecinë e AI që do vjedhi të gjitha punët njerëzore me kalimin e kohës, pa asnjë populli kësaj bote nuk ka një të drejtë që përmes qeverisë vetë ta ndalojë këtë gjë, përmes procesit votimit, sepse kontrollohet nga kompanitë private. Sam Altman, pronari i ChatGPT-s, pa e vendos për ne të gjithë që bota duhet të shkatërrohet. Duhet të vidhen gjithë punët e njerëzve, duhet të shpopullohet njerëzit, sepse nuk ka më nevojë për punëtor shteti. Thjesht po e thot hapur këtë gjë, dhe shteti i Amerikës, le të themi, ku operon OpenAI, nuk ka të drejtë votimi kundër kësaj. Ka drejtë me votua, duhet të shqojmë 7 miliardë euro këtë vit në Izrael apo 6. Këtë ka drejt me e bë, domethënë, po që nuk mund të vendosim asnjë gjë, gjithçka po ecën për keq, po na pyet ne. Prisni të vazhdoj përgjithmonë, kjo kub do derdhet dhe revolucioni do godasë si treni. Ti jeni të sigurt për këtë gjë. Një revolucion masiv na pret. Europa plak, sidomos, duhet të ndizet zjarr edhe herë tjetër, siç ka ndodhur shumë herë më parë, me shpresën që kjo do jetë hera fundit. Shpresojmë të jetë e fundit. Europa plak thertoria e njerëzve të pafajshëm, ku asnjë gjenocid dhe masakër nuk u njoh kurrë, dhe vetëm u ulën dhe u quajtën fajtor dhe racist pa asnjë faj apo kontroll në dorë, do zgjohet së shpejti. Dhe shihni këtë gjë. Revolucioni i gjeneratës së re po vjen dhe do godasë si treni, ka informacionin, brutalitetin, kanë të njëjtat halle dhe më rëndësishme nuk kanë asnjë gjë për të humbë. Kështu që do godasë si treni me shpejtësinë e Zotit. Edhe Zoti i mbrojt ato që i dalin kundër, ato që këtë po mundohem me ju thonë, domethënë. Për ta mbyll, gjëja më kryesore që desha me ju thonë, ose shpresoj të motivoj shumë kjo gjë. Cili mendoni ju njerëz është rreziku më i madh në këtë botë? Për ju që mos e i shihni si fjalë të bukura ose poezi, këtë që sapo ju thash, është diçka që do ndodhi, do e shihni. Kush mendoni se është rreziku më i madh në këtë botë? Mendoni se janë elitat, Dosi Epstein, mendoni se janë ushtria amerikane ose Daddy Rothschildët? Ato janë një nga rreziqet më të mëdha, nga rreziqet më të mëdha, po që rreziku më i madh është diçka që mos e nuk i shkon mendja. Rreziku më i madh në botë është ai njeriu që thjesht donte të lihej rehat. Du ta mendoni thellë këtë gjë, para se të flini gjumë. Ai njeriu që donte vetëm të lihej rehat. Ai njeriu që injoroi instinktin për dhunë për shumë kohë në imazhin e të qenurit paqësor, në falsitetin e të qenurit paqësor. Nuk keni pa dhe nuk do shihni kurrë dhunë si nga dora e njeriu që dhunën nuk e kërkoi kurrë. Por pritet deri në momentin e fundit kur dhuna i erdhi në derë të shtëpisë vet dhe nuk ju dha asnjë opsion tjetër. Ky njeri është Gen Alpha, është pjesërisht Gen Z, po që ne jemi rrit me propagandë gjithashtu. Gen Alpha do jenë bisha. Do e shihni këtë gjë. Nuk ka njeri më të rrezikshëm se njeriu që donte thjesht të lihej rehat dhe i erdhi dhuna në derë të shtëpisë vet. Në momentin që arsyeja pse ai nuk ishte i dhunshëm akoma është sepse ka për të humb akoma. Ka një gjëra që i rrezikohen. Nëse dhuna i vjen në derë të shtëpisë vet, nuk ka asnjë gjë më për të humb. Kështu që do të shihni masakra, do shihni revolucion siç nuk e keni pa kurrë më parë. Njësoj si çdo cikël tjetër ku kaosi sjell rendin dhe rendi sjell kaosin. Njësoj si kockat ose le të themi shprehjen më të bukur në botë, mase, që kohët e thjeshta sjellin burra të dobët, të cilët sjellin kohra të vështira, të cilët sjellin burra të fortë, të cilët sjellin ose
sjellin kohë të thjeshta prap, që është një cikël pa ndalim. Domethënë çdo gjë është thjesht kaosi sjell rendin dhe rendi sjell kaosin me fjalë të tjera. Dy njerëz të ndryshëm më kanë thënë, po janë e njëjta gjë. Njësoj si cikli i diellit që zmadhohet derisa plas nga jashtë dhe pastaj fillon të zvoglohet derisa plas nga brenda. Njësoj si periudha e zotërimit të djallit në këtë botë djallëzore, që sipas profecisë dhe si e besoni shumica nga shqiptarët që janë fetar, sipas profecisë kjo periudhë supozohet të sjellë rikthimin e Krishtit. Gjitha këto janë cikle, janë thjesht e njëjta gjë me fjalë të tjera të shkruar nga njerëz të tjerë, të ndryshëm. Edhe shoqëria jonë dhe mënyra e jetesës sonë ecën me cikle. Ne të gjithë presim të parin. Gjithë ne po presim të parin. Kjo është diçka që mos jeni shumë dakord. Arsyeja pse Europa nuk është akoma në anarki dhe nuk është djeg akoma, nuk ka filluar revolucioni akoma, është sepse askush nuk ka dalë i pari akoma. Njësoj siç doli dikush i pari dhe drejtoi gjithë revolucionin 1933-shin. Gjithë ne kemi frikë me dalë i pari, sepse kemi akoma qoftë edhe 1% me humb. Por që pritet ndryshoj. Gjithë ne kemi frikë me dalë i pari, por nuk na zë gjumi natën dhe siç folëm ham veten me pyetjen si nuk po del dikush tjetër i pari, sepse atë moment po pres. Në momentin që del dikush i pari, unë do dal me sekonda i dyti. Është diçka që mendojnë miliona njerëz. Kështu që në momentin që do dalë dikush i pari, të gjithë ne do bëhemi të dytët dhe do i shkojmë mbrapa atij njeriu. Gjithë ne bashkë do jemi i dyti kur të fillojë revolucioni. Kjo kub do derdhet së shpejti. Krishti që prisni do kthehet. Do kthehet përmes njeriut që do drejtojë revolucionin dhe do i shkojë gjithë Europa mbrapa. Rezistoni deri në 2033-shin se koha jon po vjen së shpejti. Me kaq shifemi herën tjetër në Okult Podcast.